Po? Unë si familje ndihemi persekutu. Me tjetër jam familje dëshmore. Jo një, po dy. Vishin ato për 5 maj, në dukshin e në pusi, do që japë mërë që vedhe se në dhim të trupit u në pus. Qofti pa harrotën që asi gjo. Hajdu këtë demokracia. Lumë shqyqyr që hedhe demokracia. Prap fillon. Një pjesë pronës time, këtu në flasë për vetë. Po. Na e mori ligji 7500. Ka 30 vite do ta kompensoj. Sa ke marrë kemi marrë ne. Pjesën tjetër në kanë marrë tani një 2-3 me 2 lymë tjera. 4 2 lymë që ishin vetëm me tapi nuk na i njoftën fare. Po kush i merr këto? Ai thotë ku kemi sjell me post. Sjell postierin thashë se unë firmos diçka nga posta. Bashkia ka marrë. Nëse, po nuk pyesin do të vinë ta marrin. Pra ta morën atë kohë, ta morën në këtë kohë, ti po pa pronë. 17 ka hik me 7500 mishin. A kompensu ka 30 vjet. Ja 15 tjera i kanë marrë tash, nuk e di çfarë quhet ajo firma. Janë Teda, një firmë izraelite. Edhe thot 4000 lekë metrin. Më ka barazu me kokën shaqime të 4 to. 4000 lekë dhe si ka marrë. Jam i kam humbur shtetin gjyq se tani vi unë ty të marr diçka ke shtëpia, hiq gjyq po deshe që investitor strategjik ka dalë këtu ke ju? To kanë lidhje me bashkinë. Tu ka qenë dhe Rion Valia. Bile deshe ti dal përpara aty. Nuk më lan policë. Po se vini me shumë policë. I bjem shkurt. Dhe nuk kemi marrë asnjë lek.